Në takimin e 5 të Këshillit për Buxhet dhe Financa të mbajtur sot, është diskutuar për këtë pikë të rendit të ditës, shqyrtimi dhe miratimi i planit të buxhetit për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës. Sekretariati i KQZ-s ka përgatitur planin e buxhetit për zgjedhjet e parakohshme parlamentare bazuar në kërkesat e njësive përkatëse, ku shuma totale e buxhetit të planifikuar arrin vlerën prej 10.887.186.45 euro. Buxheti është planifikuar sipas programeve dhe kategorive ekonomike si vjen. Paga dhe shtesa, ku shuma 221.000 euro, mandimadra dhe shërbime 10.621.000, shpenzime komunale 32.000 dhe pasurit jo financiare kapitalit në 13.000. Kjo pikë e rendit të ditës është aprovuar nga të gjithë në mbledhje dhe rekomandoj të hedhet në votim edhe në mbledhjen e këtë mbledhje të radhës. Faleminderit Violeta. Ka diskutimin se ka dikush diçka lidhur me planin e buxhetit. Nëse jo, hedh votim kush është për. Atëherë me 10 vota për miratohet plani i buxhetit për zgjedhjet e parakohshme të Kuvendit të Republikës së Kosovës.